Në një deklaratë të fortë që ka ndezur debate politike në Prishtinë, ish zëvendës kryeministri i Kosovës Haki Abazi ka akuzuar ish partinë e tij Lëvizjen Vetëvendosje për ndërhyrje të palishme dhe të papranueshme në procesin zgjedhor. Në një intervistë të fundit, Abazi tha se fondet publike të Ministrisë së Kulturës janë përdorur për të ndikuar votën e qytetarëve në zgjedhjet lokale. Sipas tij, ish ministri i Kulturës Hajrullah Çeku, i cili tani garon për kryetar të Prishtinës në siglën e vetëvendosjes, ka shpërndarë subvencione të mëdha për figura të njohura të artit e muzikës, me qëllim që këta të ndikojnë tek publiku në prag të votimeve. Abazi përmendi konkretisht emrin e këngëtares së njohur Adelina Ismaili, duke pretenduar se ajo ka përfituar mijëra euro nga ministria pak para fushatës. Politika është në nivelin e manipulimit dhe orientimit të votës. Përndryshe, Çeku ka qenë ministër në qeverinë e Kurtit, është në Prizreni, gjithë jetën dhe tani del kandidat në Prishtinë për të kapitalizuar mënyrën si është shpenzuar buxheti i ministrisë pa kontroll. Për shembull, kemi një paraqitje të këngëtares Adelina Ismaili, e cila në natën e fundit parazgjedhore, me që kishte marrë subvencione të jashtëzakonshme nga Ministria e Kulturës, bën ndikimin e saj tek njerëzit për votën ndaj ministrit. Deklaroi Abazi. Ish zëvendës kryeministri theksoi se nuk ka ndonjë shkelje ligjore të drejtpërdrejtë në këtë rast, por shtoi se rasti tregon për një sistem të deformuar ku politika nuk lidhet më me programe e ide, por me përfitime financiare dhe ndikime mediatike. Kjo nuk ka të bëjë me cilësinë e kandidatit, por me mënyrën si blihen simpatizant dhe vëmendja e publikut u shpreh ai. Në vim, Abazi bëri një krahasim me praktikat e fushatave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku artistët dhe figurat publike shpesh mbështesin hapur kandidatët, por sipas tij dallimi është në transparencë dhe në faktin se buxhetet publike nuk përdoren për t'i favorizuar. Në Amerika askush nuk nënshkruhet në fushat pse merr tendera ose subvencione nga shteti. Buxheti i Kosovës nuk mund të krahasohet me të Amerikës, nuk duhet të cënojë integritetin e figurave publike, por po flas për fenomenin dhe mënyrën se si pushteti tenton të blejë ndikim. Shtoi ai. Deklaratat e Haki Abazit kanë ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale dhe në parqet dhe në qarqet politike, ndërsa as Ministria e Kulturës dhe as këngëtarja Adelina Ismaili nuk ka dhënë ende një reagim publik lidhur me akuzat. Ky është një ndër sulmet më të drejtpërdrejta të një ish zyrtari të lartë të vetëvendosjes ndaj strukturave aktuale të partisë, duke vënë në pikpyetje mënyrën si qeveria dhe kandidatët e saj po përdorin fondet publike në prag të zgjedhjeve, të paktën të pretenduara nga Abazi. Në fund të intervistës ai e mbylli me një thirrje për transparencë dhe përgjegjësi publike. Shteti nuk mund të jetë një çantë me para për miqt politik apo artistët që i këndojnë pushtetit, tha ndër të tjera ai.